Me ikjen e të rinjve ngelin pas prindrit që shpesh herë të moshuar janë gjetur edhe të vdekur pas 2 ose 3 muajsh në banesat e tyre. Çfarë mendoni ju për këtë? Nga halli hikin ata, nga halli mbeten këta, por ky është një problem masiv që e vuaj unë, e vuajnë prindët e mi, e vuajnë të tuut, e vuajnë të atyre, se të gjithë kanë fëmijë jashtë, disa i kanë të gjithë atje. Dhe nuk tani kanë mbetur ata me një këmbë, andej si puna e Brekocës, që nuk ndjihet e sigurt as në tokë, as në ujë. Kjo është çështja edhe e rinis, nuk din ç'të bëjnë. Ta shikosh si fenomen, do më thënë, po ta shikosh thjesht si fenomen, të thuash që emigrimi është shkaku i kësaj, është kollaj për ta shikuar si fenomen. Mirë po për të kërkuar shkakun, se nga vjen ky emigrim, është diçka tjetër. Kjo duhet kërkuar për mendimin tim. Shkaku dhe pasoja. Pasoja është emigrimi, mbetje e prindërve vetëm, herë gjenden dhe të vdekur, pa njëri pranë, të gjitha këto. Janë hallet tona të i kam unë, i ka tjetër, i kemi gjithë. Duhet të ulim kokën për para këtyre gjerave, që në ranë dhe nuk po i bëjmë me njanë. Ta një shkim të shkaku, a sa di unë. Kjo jatë një shembull këtu. Nga 10 oligarkët më të mëdhenj në Shqipëri, njerëzit më të pasur në Shqipëri, uroj ta transmetoni, se në qoftë se sa transmetoni, shkurtoni për herë tjetër, më mirë mos më pyesni. Këto janë gjëra që duhen thënë. Nga 10 oligarkë këtu në Shqipëri që janë të pasur, më të pasurit e Shqipërisë, 8 prej tyre nuk prodhojnë asgjë në Shqipëri. Marrin fondet publike, i qarkullojnë, i japin atyre që janë më poshtë, tyre më poshtë në formën e majës piramidës, dhe të gjitha këto fonde përdoren për një numër të caktuar oligarkësh. A prodhon njëri prej këtyre oligarkëve ndonjë gjilper në Shqipëri? Jo. Po gosht? Jo. Po patkoj? Jo. Imagjinoni pra, në Shqipëri, këta njerëz, çfarë prodhojnë në Shqipëri? Nuk prodhojnë asgjë. Përkundrazi, oligarkët që qarkullojnë parën publike, dhe nuk është ajo, mos e kthe kokën me një antigazetare, nuk është para publike, është një para që e ke marrë borç për ta paguar 12.000 euro ke kokaime dhe kokajote, që janë aluan me një kokës kur kujtojmë borxhin e jashtëm. Se cili person, sa po të bjeri me kokën bam në tokë, ka 12.000, çdo shqiptar, 12.000, 12.500 dollar borxh. Lind me borxh 12.500. Dhe ato lek i marrin këta të mëdhenjtë, oligarkët, dhe nuk prodhojnë asgjë në Shqipëri. Dhe përderisa nuk ka prodhim në Shqipëri, atëherë prandaj ikin njerëzit jashtë shtetit, prandaj lënë dhe prindet, prandaj lënë gjithçka, se s'duan as ata të lënë Shqipërinë, po nuk kanë ku punojnë, se nuk hap kush një fabrikë ose një uzinë për të bërë diçka. As nga këta oligarkët që kanë dynjan e lekut, vetëm marrin paranë publike dhe e përdorin për nevojat e tyre. Nga ana tjetër, edhe pjesë e prodhimit, tani se kur bie në total, është sistem ky. Është një kastë që është mbledhur, ka mbledhur tërë para në Shqipërisë, dhe nuk edhe ato që ham, unë e ti që mburremi, jo po vendi, jo po e thethit, jo po e zagorisë, as e thethit, as e zagorisë. E Brazilit dhe Argentinës është, edhe gjathi, edhe limoni, edhe mishi, edhe peshku nga jashtë vinë. Të gjitha, nuk prodhohet asgjë në këtë vend, përveç se nuk prodhohet. Prodhimet tona kanë dalë me pesticide, ne i kanë kthyer mbrapsht. Po, lere këtu. Tani ata do bëjnë luftë, se përderisa vjen nga importi gjithçka, ata bëjnë luftën e ndershme dhe të pandershme. Lufta e pandershme të treg ka qenë. Ora nuk u shkatrua Evropa. Nuk u shkatrua Evropa nga produktet e helmuara të Shqipërisë. U shkatrua Shqipëria nga etja e oligarkëve për të bërë lek dhe e politikanëve, për të bërë lek me mallra importi. Kjo e shkatroi Shqipërinë më. Me mallra importi, malli importit, vjen i kalbur mishi nga Argentina prej 2 vjet, është 1 vit, 2 vjet atje. Vjen i kalbur dhe han kokë shpulë ti. Atë unë, ky, tjetri më tanë, ata që shikojnë këtu që kalojnë si lolo, se çka nuk dinë dhe nuk duan të dinë, kjo është e keqja. Ky popull janë, se mos ju duket çudi, kanë prishur kishat e xhamiat para arsit të këtyre. Edhe tokat i dorëzuan, u morën, edhe gjenë gjallë u morën, nëse ndejtën urtë, çurrim edhe tani. Ato që thua ti për pesticidet dhe kështu, mund t'jenë një reklam, një antireklam për t'i bërë luftë produktit të vendit, që të marrin akoma më shumë nga jashtë. Sepse duke marrë prodhimin nga jashtë, duhet ta vëni thellë në mendje këtë. Duke kaluar në import, duke i marrë të gjitha nga jashtë, paksohet, monopolizojnë tregun, një grusht njerëzish, dhe ata kanë lidhje direkte me politikën. Dhe kur vje puna për të mbledhur vota, ju japin leka i grushti, kurse po e prodhoj ai fshatari, punëtori,
ai nga Thethi, ai nga Zagoria, ai nga Dibra, ai nga Durrësi, po e prodhenar, nuk e gjenë dot që t'i shkojnë secilit të shtëpia, mi jep kaq lekë të blej kaq vota. E marrin një grush njerëzish, importojnë, këta shkojnë dhe ju marrin kamatën këta politikanët, na jepni kaq lekë që të blejmë kaq vota. Edhe vazhdon qarkullon. Pastaj të tjerëve ju thonë, na jep kaq lekë që t'japim kaq tendra dhe qarkullojnë gjithë paranë publike, mblidhet pra thamë ne, mos u huto, mbaj këtu fokusin. Do më thënë, mblidhet gjithë paraja publike në dorën e 8 oligarkëve që s'prodhen asgjë në Shqipëri. Mblidhet edhe 7-8 oligarkëve të tjerë që e marrin gjithë shka jashtë Shqipëria, çdo produkt shqiptar, dhe pastaj ngjelet edhe njerëzit që kanë ku punojnë për të prodhuar, edhe këta tjerë nuk hapin as fabrika as uzina. Njerëzit pastaj kur ngelen vetë, kur ngelen pa punë, kur nuk kanë asnjë shpresë këtu, e lënë Shqipërinë dhe ikin. Duke lënë Shqipërinë të ikin, lënë dhe prindët këtu, se prindët nuk duan të shkojnë, disa nuk duan as të shkojnë atje. Më mirë të vdesi vetëm këtu, thotë se sa të shkojnë të rri atje në rrugët e botës, ku s'më thotë kush as mirë mëngjes, as mirë mbrëma. Prandaj dhe rri një pjesë këtu. Një pjesë s'kan mundësi të ikin ose s'kan mundësi të mbajnë, edhe kështu është. Kjo është drama sociale. Që gjitha drama sociale fillojnë nga drama ekonomike. Këtë dua ta nënvizoj edhe një herë. Të gjitha drama sociale fillojnë nga drama ekonomike. Dhe kjo drama ekonomike ka për zgjatur kaq shumë sa që ne pajtohemi me këtë dramë dhe komedi politike. Dilaver, një nga dramat e tjera përveç asaj ekonomike është edhe drama për të marrë drejtsinë në Shqipëri. Pak më parë, 3-4 ditë më parë ose një javë, U vra një gjyqtar. ndërkohë pas mbledhjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor, u kërkua godina të reja, u kërkua që mediat mos flasin. U kërkua dhe nga ne që të mos flasim që do na dënonin 3 ose 4 vjet në qoftë se flisnin pro atij ose një. Jo unë që se mbroj atë, po dikush tjetër. Ore, t'ju bëj një pyetje. Për të dënuar unë, në qoftë se ose dikush si unë që flet do të thënë kundër atij gjyqtarit ose atyre gjyqtarëve që s'kan lënë gjë pa bërë, ju kam thënë 250.000, thotë ai kur erdhi Vetingu, kam prishur për blerje 250.000. Po çfarë ai? Gjithë ditën në Dolce Gabbana, ai thua, kam qenë para ca ditësh atje në rastisit e kaloj nga Milano, ai thua se rrit te galeria në La Scala gjithë ditën, ose në Paris. 250.000 thotë kam prishur euro në vit për shpenzime, në supermarket dhe në rroba. Këta janë gjyqtarët, e krisi pushka njeri, u vra njeri. Këta janë duke ju frikur fenomenit domino. Se kanë frikë se mos e ndjek ajo. Shikoni se që kam thënë dhe po përsëris edhe ju. Ai është gjyqtari që e ka merituar i fundit atë. I fundit. Mirë po, fenomeni i vetë gjyqësisë është i fenomeni i energjisë. Mirë po këta kanë frikë këta të mëdhejt. Dhe kanë frikë se mos fillon fenomeni domino, që jemi gati në të plasur atë buri dhe. Se ne e dim se kush janë dhe që kanë bërë. Tani për të filluar atje një dosje për mua që flas kështu ose për dikën tjetër që flet si puna ime, kundër këtyre gjyqtarëve, jo se mbroj kriminalët, nuk i mbroj, po edhe kundër gjyqtarëve janë se kanë bërë krime të ligjshme, që janë, domethënë, i kanë vënë vullin e ligjit, pavarësisht se është kriminale, i kanë marrë tokën, i kanë marrë gjën, i kanë shkatruar familjen. E tani do hapet një dosje penale për mua, për shembull. Erdhi Dilaver Nela i thotë do i hapim dosje penale, i teket atij. Për ta dënuar 4 vjet Dilaverin. Po do hapësh dosjen time. Po ku në të sajmës do veshti pa e hapur atë dosjen e aty gjyqtarit përpara. Hape një herë dosjen e Astrid Kalas. Hape se si shelbet ajo. Erë e ndyrë plehu është e tëra. Dhe ajo është i fundit. Hape një dosjet e Gjingjonit, ti shikojmë një herë, more bastard. Pa të guzoni ti hapni. Doni ta dënoni neve, që të mos flasim. Të dënonit ata që vodhen, që bën kërdin dhe s'ju bëhet asgjë, që i keni të lirë dhe sot bëhet deputet Gjingjoni. Kurse neve s'kemi lek të jetojmë, ose të mbi jetojmë. Edhe më thoni mua pastaj do të dënojmë Dilaverin, Hasanin apo Hisenin, Leshën, Spiron, apo dikën tjetër. Çfarë flisni më jeni të çmendur? E çmendur ky i gjatë tani se i ka plasur në dorë. I than këtij mërhumit të gjatë, këtij Ramës, merr gjykatës nga jashtë, që të mos binte sistemi drejtësisë. 35 vjet atje një dosje duke u gjykuar. Pa u gjykuar, pa u përfunduar dhe përfundon me plumb. I thanë më merri nga jashtë. Ja, po ma duhen përkthyes. Nuk pranoj të paguaj përkthyesit, e paguaj të korrupsionin. Paguan tani tjetrin me kohë. E thot do t'ju dënojmë neve. Mua e sa të tjerë, të na ruajnë Leshën, s'kan çmë bëjnë as mua s'kërkujt, po fjala. I sepse janë shumë që po flasin kështu si unë, me keq se unë. Çfarë duhet ndryshuar në Shqipëri? Ora më Berisha. Po së ndryshuan ata, së ndryshuan asgjë. Kanë marrë gjithçka, më kanë marrë shtetin. Me 24 prill të 2008, sot kanë me një marrëveshje mafioze, edhe okulte me njëri tjetrin, kanë marrë shtetin. Ktu kemi Republikën e Berishës dhe të Ramës,
cili tjetë nga ta, edhe një qofë se është në opozit, Sali Berisha, ai ka pushtet të plot fuqishëm mbi opozitën. Këtë tjetëri ka mbi pozitën, mbi qeverin, ka pushtet të plot fuqishëm, këta e kanë Shqipërinë, kush e llogarit ty, mu, këte, apo dikën tjetër, fare, këta të dy e kanë Shqipërinë, kur ju teket, të marrin nga pastrues këtu, e marrin dhe bëjnë kryetar bashkie, nga pastrues këtu e bëjnë deputet. I thua do gje, asgje. Mori Florian Bina në gjithë, si ka haberin as ka politika asgje, hajde pun, hajde, duan të çmendin në punë. Duan të na çmendin me çdo kusht. E kanë marrë, mo po jo them, pa u ndryshuar Rama dhe Berisha me të dalë diçka e re, jo si Adriatic Klapa, jo si Panosoko, jo si Arlin Qorje, jo si Endri Shabani, jo si sa të tjerë, që vajtën dhe ju bën tani Sali Berishës atje pro. Të gjithë shumica prej këtyre ju bën pro për kandidaturën e këtij mërhumit të gjatë si e ka ky Florian Binaj.